Strijat janë një nga problemet estetike më të zakonshme, sidomos tek vajzat dhe gratë që kanë kaluar luhatje të forta në peshë apo shtatzëni. Sipas dermatologës Dorina Hajro, trajtimi në kohën e duhur mund të bëjë diferencën. Në një intervistë, mjekja shpjegoi se strijat krijohen jo vetëm nga shëndoshja dhe dobësimi i menjëhershëm, por edhe nga përdorimi për periudha të gjata i kortizonit. Është e rëndësishme që të paraqiten sa më shpejt tek mjeku për t'i trajtuar sa janë endet rozë në të kuqe, sepse mund të stimulohet edhe më kollaj, më lehtë kolagjeni në këtë rast. Ka trajtime të ndryshme që bëhen, kryesisht lazerike. Lazeri CO2 është një nga trajtimet më efektive sa i përket trajtimit të strijave. Kjo pastaj mund të jetë kombinuar me injektime të ndryshme ose me microneedling. Duhen disa seanca dhe mirë është që përgatitjet të fillojnë para verës në mënyrë që dhe rezultati të jetë i dukshëm. Hajro theksoi se faza më e rëndësishme për trajtimin është momenti kur strijat janë ende rozë ose të kuqe, pasi në këtë periudhë stimulohet më lehtë prodhimi i kolagjenit dhe rezultatet janë më të dukshme. Problemi është estetik në këtë rast, sepse nëse ato lihen pa trajtuar, ato pastaj bëhen të bardha, bëhen më të thella dhe bëhen akoma edhe më të dukshme. Dhe është dhe më vështirë pastaj për t'i trajtuar, do duhen shumë seanca, shumë trajtime, kombinime dhe rezultati nuk është aq efektiv sa është nëse ato trajtohen në fazat e hershme. Mjekja apeloi që personat që përballen me këtë problem të mos presin derisa strijat të avancojnë, por të konsultohen sa më herët me specialistin.